kemi patur ujë. Po kishim ujë për të Tu çoj pompat e lumi, ishi rezervorët dhe vinte ujë. Kishim ujë me bollëk. Tani për një pompë atje në lum, edhe për pak o gjë se rezervorët janë në vend. Këto dy rezervuare, mi këtu Po dhe janë një të tjetër. saktë, shumë pak punë duan. Edhe një pompë aty, shumë pak gjë duhet. Për Ne kaq ka rrim mbetur. në këtë gjendje këtu, për kaq ka ngelur. Edhe rrim, merojmë, ne të gjithë jemi pensionistë këtu, shikon një të ri këtu. Që do bëjmë përpara, do marrim ilaçet e pensionit. Ne jemi të gjithë të smur. Do blejmë ujin, do blejmë Qa mund të gjërat bëjmë? që na duhen në shtëpi apo E marrim një boljer ujë nga lumi i këtu 15.000 lek. 15.000 Po, lek. 15. E sa shkon ti me atë? Po sa do shkoj unë, sa do shkoj një ditë nga e keqja, një ditë është me të keq, se qa mund të bësh me 8 kuintal ujë, se aq bie. Qa do bëj unë? Do me thënë, ty të shkon gjithë pensioni Vetëm ujë. ujë. Po i që fare Ujë. do marrim Qa do? Po si jetoni ju Po kështu? çfarë jetojmë, ja na shikoni vetë, çfarë jetojmë? Të sëmur jemi, marrim taksin poshtë, do 30.000 lek na çojnë Vlorë. Punojnë fëmijët na emigrim për neve. Nëse ke një urgjencë mjekësore, Po larg çfarë qoftë. kam, do larg vdes qoftë, po do aty. ndodhi. Se për një orë ambulanca Nuk s'bet vjen. fjalë, jo. Ambulancë jo. Jo për ambulancë. Jo. Edhe drut në pyll, ne na ndadrojmë. Nuk bëjmë dot dru në pyll, të ngrohemi. Ne jemi të vdekur në Po sikur fshatit i lejohet presi dru. Jo, Ka nuk pyet na e vetëm. lejojnë, na vinë atje dhe... Pas ka këto shkurret nuk i lejohet. nuk Po, lejojnë. Nuk vjen njëri Asnjë këtu. gjë. Pra shteti funksionon vetëm për ndalesa, Vetëm të vjen. për të ndalur, Po. për të penguar, për të frenuar. Po, ja këtë kemi ne. E dhimbshme. E dhimbshme. Nuk po shikojmë fëmijët me sy. Një dritësyri kam unë, kam 8 vjetë s'po e shoh me sy. 8 vite. 8 vite. Po nuk vjen prej rrugës, a nuk vjen se ka dhe Po halle çfarë do tjera. bëj? Edhe pa dokumenta është edhe pa... Qa do bëj që do vi këtu? Pse iku nën? Iku se... Nuk e griste dot këtu. Qa do jetoj? Me 200 mishën që më merë burri mua se unë s'kam dalë akoma pension. E kuptoj. E dhimbshme. Tu dhe makinën ta përdor çdo Pra iki nuk ka iku për një jetë më të mirë, po se nuk ndërton dhe do të jetën këtu. Po me çfarë do ta? Aty sporojmë, ne do të jo ata. Faleminderit. Faleminderit, do kthem se s'bën tek ju. Derit juve, edhe na zgjidhni punë. Se jemi të vdekur. Unë do vi sa herë ju të kërkoni, ne do ta çojmë zërin deri ke dera kryeministrit. Dhe gjithë të mesazhe bëjmë që të kalojmë gjithë burokracitë e bashkive e komunave. Po mirë thonë ata se kemi vite që po e kërkojmë, po asgjë nuk bëjnë. Po pra, po kujt i Ne ke po thënë? mbarojmë jetën. Kujt i ke trokitur? Në bashki kanë vajtur nuk na qasin fare. Ore vjen kryeministri në Vlorë, pse se kapni për xhakete, të sotmin, të djeshmin atë që do vi. Ku jemi ne? Nuk po të them të sotmin se këtu problemet janë të mbi ngarkuara. Vajtën ati vullnetësinës të gjithë këta burra dhe asë në gjë nuk bëri. E bëri rrugën na Treblova, nuk e bëri na Penko. Po e thash unë atë, se kam qenë në emision unë e shpresoja shumë që të bëj rrugat të letë e Trefshatrat. Ne me këtë mision shkuam Treblov. Ju faleminderit. Pra shkuam në pikën fundore për të treguar që në këtë pikë fundore kalojnë Trefshatra. Edhe një lagje e Peshkëpis, aty që është ajo pjesa të kthesa. Nuk u bë. Unë habita realisht kur pash rrugën anën tjetër, megjithatë thash paktën arritëm diçka. Nuk dolëm pa gjë. Po këtu kalojnë Romsi, Treblova, Penkova, këtu me ulli gjithë vjeshtrat. Shkunajnë 1.000 lekë të kushim dhe shtetit, të gjithë ata shkojnë dhe shbërru. Po jo më janë dhe makina tuaja do ta kishin shtruar vetëm me taksat e tyre. Po nuk duon. Ja, ta vazhdojmë me xhaxhin se ja kemi ndërprerë 2 herë fjalën. Babe, jemi të hapur, të lirë, të thuar çfarë të duash, vetëm mos shaj, mos ofendojmë dhe gjithë të tjerat siç i thua do t'i japim. Unë falenderoj juve si televizion, Faleminderit. edhe ju si gazetar. Faleminderit. Sepse këtu tjetër njëri neve s'na kam mbledhur shumë. Kur asnjë. Është herë e parë, i them vitën dhe flasit një llaf që duam. Pra pushteti vendor nuk ka ardhur ndonjëherë t'ju dëgjoj. Jo. Ne nuk ishte si njëri fare. Asnjë. Ata vinë atje poshtë. Ja, unë se një kryetajnë e... Unë për vete nuk e njoh kryetarin e bashkisë. Ore po krye plaka keni ju? Kemi po dhe atë se njëj, nuk e dim kush është. Mama. Po nuk e dim. Po çfarë nuk e zgjidhni më ju? E cakton bashkia. Dërrojen, çojnë, ja këtë punë bëjnë. E lë njëri e merr tjetrin. Se është gjysma e fshatit poshtë. E kuptoj. Po se ka ikur fshati. Po.